Shumë gjëra të bukura që vinë në palë, por pak prej tyre janë në po aq të veçanta sa një palë binjak. Me siguri keni ndëgjuar shumë histori për binjak, por kjo do t'ju prek në zemër dhe do t'ju sjellë lot në sy e do t'ju bëj të vlerësoni çdo moment të vogël me njerëzit që doni. Disa njerëz kërkojnë dashurinë dhe e gjejnë. Për disa ajo lulëzon, ndërsa për të tjerët fatkeqësisht shuhet. Por ka një kategori të veçantë njerëzish, ata me fat. Ata nuk e ndjekin dashurinë, por ajo i gjen vetë, në momentin që nuk e presin fare. Dhe pjesa më e bukur është se ajo qëndron përmes së mirës e të keqes, dhimbjes dhe humbjes. E tillë ishte dashuria mes Amyt dhe Connorit. U njohën gjatë viteve të fakultetit dhe që në çastin e parë që pa njëri tjetrin e kuptuan se ishin të destinuar të jenë bashkë. Ashtu si çdo çift, edhe ata përjetuan momente dyshimi, dëshpërimi dhe frike. Por siç thuhet, dashuria e vërtet i ka përcjell të gjitha. Dhe kështu ditë pas dite ata mbajtën fort ëndrat e tyre, duke imagjinuar një të ardhme të bukur së bashku. Pas 10 vitesh miqësi, ëndra e tyre u bë realitet. Në vitin 2015, Amy dhe Connori kurorzuan dashurinë e tyre me martesë. Gjatë ceremonisë nuk kishte asnjë sy të thatë në sallë. Ishte një moment vërtet prekës. Ata ishin çifti ideal dhe ndërsa të gjithë i admironin, brenda vetes shpresonin që dashuria e tyre të qëndronte e fortë dhe e paprekur nga sfidat e jetës. Fatkeqësisht, jeta nuk është gjithmonë e drejtë dhe vështirësitë janë të pashmangshme. Por kur ato godasin, pyetja vërtet është: kush do të qëndrojë në krahun tonë? Sepse kjo është aq me rëndësi. Historia e Amyt dhe Connorit mbart një mësim të fuqishëm për të gjithë ne. Jo shumë kohë pas dasmës, ata nisën me padurim udhëtimin e tyre drejt prindërimit, pa e ditur sfidën zemërthyese që i priste. Në shkurt të vitit 2016, mësuan se Amy ishte në javët e para të shtatzanisë. Çifti kishte një arsye tjetër për të festuar. Dukej se kishin jetën perfekte, pa shqetësime, pa dhimbje, thjesht shkonin në punë dhe e donin njëri tjetrin fort çdo natë. Të dy e ndëgjonin bebin dhe i flisnin me fjalë të ëmbëla. Por sikur të mund të vazhdonte gjithmonë kështu. Sikur jeta të ishte gjithmonë kaq e qetë. Ajo që do të ndodhte më pas në jetën e këtij çifti ishte diçka që askush nuk do t'ja uronte as armikut më të keq. Në javën e 11 të shtatzanisë, Amy u zgjuan një mëngjes dhe përjetoi një pamje tronditëse. Kur pa poshtë, kuptoi se po gjakoste. I vetmi mendim që i kaloi në kokë ishte një fjalë frikshme: abort. Ajo dhe bashkëshorti i saj u trembën shumë nga ideja se po humbisnin bebën. Pa humbur kohë, të tmerruar u drejtuan për në spital pothuajse të dorëzuar nga frika. Por kur mbritën atje, mësuan diçka ngushëlluese. Pas disa analizave, doktorët zbuluan se Amy nuk kishte pasur asnjë komplikacion. Përkundrazi, kishin një lajm të mirë për to. Ajo ishte shtatzën me binjak dhe trupi i saj po pësonte ndryshime më të shpeshta sepse po rritej për 2 fëmijë njëkohësisht. Edhe pse ishin të tronditur nga ky ndryshim, gëzimi i tyre ishte i papërmbajtshëm. Aty në spital ata bërtitën nga gëzimi. U përqafuan me gjithë shpirt dhe u betuan se do t'i donin binjakët e tyre deri në frymën e fundit. Edhe pse të gjithë do të donin që kjo histori të vazhdonte në këtë rrugë të qetë dhe të bukur, fatkeqësisht nuk ndodhi kështu. Çifti u kthye në shtëpi dhe filloi përgatitjet për ardhmjen e binjakeve. Amy vazhdoi të shkonte rregullisht në kontrolle mjekësore dhe gjatë skanimit të javës së 20, ajo dhe bashkëshorti i saj mësuan se po prisnin 2 vajza. Një ëndër e bë realitet. Gjithçka po shkonte mirë deri në javën e 24. Një mëngjes, ndërsa po kryenin punët e zakonshme të ditës, ujërat e Amyt papritur shpërthyen. Ishte një moment tronditës që aprishi ditën. Edhe një çifti u drejtuan me nxitim për në spital. Për fat të mirë, Amy nuk hyri menjëherë në lindje. Ata luteshin dhe shpresonin që të mos ndodhte shumë shpejt. Edhe mjekët bën më të mirën e tyre për të vonuar lindjen edhe 2 javë të tjera. Gjatë qëndrimit në spital, çifti mësoi edhe një fakt prekës. Njëra prej motrave, që më vonë u quajt Esme, po ndante ujin me motrën e saj. Ishte mahnitse të mësoje se vajzat po ndihmonin njëra tjetrën. Unë t'jeva shumë krenare, tha Amy.
pas këtij zbulimi. Më shumë se kur ndëroja për lidhjen e pasgjithshme që do të kishin vajzat e mia. Por ndoshta ndonjëherë disa ëndra mbeten vetëm kaq. Fantazi. Në javën e 26, Emi hyri përfundimisht në lindje dhe u dërgua më urgjencë në sallën e operacionit për një prerje cezariane. Disa minuta më vonë vajzat erdhën në jetë, duke u dukur si dy engjëj të vegjël mbi tokë. Esme lindi me peshë 970 gram, ndërsa Charlotta 907 gram. Duke qenë se lindën para kohe, ato kishin nevojë për kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe u vendosën në inkubator të ndarë në repartin neonatal. Charlotta ishte shumë e dobët dhe mjekët kishin vështirësi në kujdesin e saj, ndërkohë Esme ishte më e fortë. Kjo situatë vazhdoi kështu deri në javën e 6, kur ndodhi një ndërim i papritur. Charlotta u bë më e fortë dhe Esme u përkeqësua papritur. Ajo zhvilloi një infeksion të rrezikshëm dhe kishte një sasi të madhe të lëngut në zemër dhe në tru. Mjekët i kërkuan çiftit të ktheheshin në shtëpi dhe të luteshin për vajzën e tyre, që tashmë ishte në gjendje kritike. Edhe pse mjekët kishin thënë se nuk ishin të sigurt nëse Esme do të mbijetonte, Amy dhe Connori nuk lejuan asnjë mendim negativ të fuste frikë në zemër. U kthyen në shtëpi dhe vazhduan përgatitjet për mirëpritjen e vajzës së tyre në shtëpi. Disa ditë më vonë, ndërsa Amy po shëtiste qend, mori një telefonat nga spitali. Ata nuk telefononin kur pa ndonjë emergjencë, kështu që Amy e kuptoi menjëherë që diçka nuk po shkonte. Thellë në shpirtin e saj, ajo ndjeu se diçka e keqe kishte ndodhur. I u krijua bindja se mjekët po i thërisnin që t'i jepnin lamtumirën Esmes. Sa më shumë përpiqej ta largonte këtë mendim, aq më shumë ndëgjonte në kokë zërin që i përsëriste: Esme po vdes. Kur nuk mundi të përballonte me atë ndjesi, ajo u rrëzua në fushë. Pas pak Connori e ndihmoi të ngrihej dhe të merrte veten dhe të dy u nxituan drejt spitalit. Dhe ashtu siç kishin frikë, mjekët u thanë se Esme kishte pësuar dëmtime të rënda në tru dhe nuk do të kishte asnjë cilësi jete. Çifti e kuptoi shumë mirë çfarë do të thoshte kjo. Disa ditë më vonë, ata morën vendimin më të dhimbshëm që mund të merr ndonjë prind. I kërkuan mjekëve të shkëputin Esme nga aparatet e frymëmarrjes. Por Amy nuk donte ta linte Esmen të largohej pa formuar më parë një lidhje me motrën e saj, kështu që ajo i kërkoi infermiereve të vendosnin binjakët mbi gjoksin e saj. Kur i mbajti të dyja në krah, bota ju duke plot. Gjithçka ndjehej si në vendin e duhur. Por ajo që ndodhi më pas e bëri momentin edhe më të mrekullueshëm. Nga skundi, Charlotta vuri krahun rreth motrës së saj që po vdiste. Ishte një moment i veçantë mes dy motrave, sikur Charlotta po e përqafonte dhe njëkohësisht po i jepte lamtumirën Esmes. Pas këtij momenti të mrekullueshëm që ato ndan, Amy e kuptoi se kishte ardhur koha të linte vajzën të shkonte. Një natë para se ta shkëputnin nga aparatet, Amy shkoi tek krebati i vogël i vajzës, ul pranë saj dhe i shkroi me dorë një letër të bukur, një tekst prekës nga një nën për vajzën e saj. Ajo shkroi të gjitha kujtimet e veçanta që kishin ndarë bashkë dhe në fund i tha lamtumir. Të nesërmen në mëngjes mjekët e fikën aparaturën. Connori e përshkroi si një vendim rrënqethës, një që asnjë prind nuk do ta donte ta merrte ndonjëherë. Por ata e bënë këtë nga dashuria, duke i ditur se vajza e tyre nuk e meritonte të vinte në këtë botë vetëm për të vuajtur. U përpoqe të mos qaja, sepse doja që ajo të rrethohej me lumturi, dashuri dhe forcë, tha Amy. Doja që ajo të mbante mend që kishte një nën të fortë dhe se nuk kishte pse të kishte frikë nga vendi ku po shkonte. Atë natë, ndërsa Amy dhe Connori po ktheheshin në shtëpi, pa një yll që po binte dhe ndjen thellë në zemrën e tyre që ishte ajo. Mendoj se ajo donte të na tregonte që ishte e lumtur dhe e dashur, tha Amy. Na siguroi që kishin bërë gjën e dur, ishte e bukur. 2 javë më vonë Esme u varose veshur me rrobat e pagëzimit të motrës së saj binjake, si një simbol i lidhjes së pathyeshme që do të ndanin gjithmonë. Amy donte që Charlotta të kishte diçka që i përkiste motrës së saj, një lidhje e çmuar mes tyre.
Edhe pse Charlotta është ende shumë e vogël për të kuptuar, prindërit e saj planifikojnë t'i tregojnë një ditë historinë e motrës së saj të fortë, të guximshme dhe të bukur që luftoi deri në fund. Me kalimin e kohës ata shpresojnë që dhimbja dhe pendesa të zbehen, duke lënë pas vetëm dashurinë dhe kujtimet e çmuara që i dhan kuptim jetës së tyre. Por një gjë është e sigurt. Esme, ndonse jetoi pak, la një gjurmë të përjetshme në zemrat e të gjithëve që e deshën. Ajo nuk arriti të fliste, të ecte apo të qeshte në këtë botë, por dashuria që solli e kalon çdo fjalë, çdo hap, çdo buzëqeshje. Charlotta do të rritet me hijen e një motre që nuk do të harroj kurrë dhe me forcën që prindërit e saj i kanë dhënë çdo ditë. Ajo do të di gjithmonë se ka qenë dy hyshe dashur që nga dita kur lindi. Amy dhe Connori mësojnë çdo ditë të jetojnë me botëllokun që nuk mund të mbushet, por ata kanë zgjedhur që në vend të dhimbjes të kultivojnë kujtimet dhe në fund të pikëllimit të zgjedhin mirënjohje. Mirënjohjen për një jetë të vogël që i mësoi se dashuria nuk matet me kohë, por me thellësi me të cilën prekim zemrat e njëri tjetrit. Kjo histori nuk është thjesht për humbjen, është një dëshmi e forcës së një familjeje e një lidhjeje që as vdekja nuk mund ta këpusë dhe e dashurisë që jeton përtej kohës. Nëse kjo histori preku zemrën tënde, mos e mbaj për vete. Ndaje me dikë që ka nevojë për shpresë, sepse ndonjëherë një histori e tillë mund të bëjë më shumë se çdo fjalë ngushëlluese. Dashuroni fort, çmoni çdo moment dhe mos harroni kurrë, edhe jeta më e shkurtër mund të sjellë dritë të përjetshme.